pak. Ky çfarë lloj gjarpri është? Ma jepni pak regjia paralelisht për ta diskutuar me bujarin? Kjo, më jepni pak këtë gjarprin që keni. Okej, ky është në përk në Shqipëri? Është I gjarpër në Shqipëri? Ka mundësi të jetë ursimi. Nuk po është fotografi, nuk po mundet. Jepja një pak bujarit në regji. Regjia, në plan. Është dhe helmuse. Kjo është në përk helmuse. Syri, po? Në atë formë që ka ai, është shenjë dalluese e gjarprit helmus. E në përkës më saktë. Ka mundësi të jetë ursini, megjithatë biologu mund ta njohë më mirë. Po. Nuk e dija, je duke e parë bujar? Jo, për momentin jo. Regjia, jepjeni pra pak bujarit në lidhje. Nxirreni në plan si është e mundur për ky lloj. Ky pra është vipera ursini makrops dhe vipera ursini. Dhe kjo është lloj I në përkësë që gjendet në zonat dhe dhe mbi 2000 metra, 1800 e kështu më radhë. Vipera ursini. Ky është vipera ursini. Ku e gjejmë këtë ne? Kjo është në përka e njohur në gjuhë popullore. Po, në përka. Po, është në përka e vogël e malit shumë radhë. Po. E këtë e gjejmë dhe dhe në zona që janë stepa, që mund të jenë zakonisht mund të jenë zona malore, për shembull në Kosovë gjejmë në malet e Sharrit, në Bishkët e Nëmna, kështu do të në zona. Shishi, në malet e Sharrit dhe Bishkët e Nëmna, kjo në për. Po, këto e kemi prezente në vendin tonë, dhe besoj edhe në Shqipëri gjendet në zonat më të larta, siç është Maja Korabit, pastaj këto malet që janë afër Koretnikut kështu me radhë. Ky është helmues, vipera ursini. Po, kjo është helmues, mirë po në dallim prej vipera moditës, kjo ka helmin më të dopt. Do të dim se vipera moditës ose hundraku, pra aja vipera me bri që ishte, ajo do të e ka gjarprin më helmues dhe llogaritet si një prej gjarprinve më helmues në kontinentin evropian. Atëherë, vipera amoditës, kështu shkruhet. Po, gjarprin me bri. Po, amoditës. E gjejmë pak edhe këtë gjarprin për ta komentuar me profesorin, se si mundet, pra kemi dy vipera paralelisht, vipera amodites dhe vipera ursini, që janë të dyja në familjen e nepërkave. Në këtë rast është nepërka në cilën ne e gjejmë edhe në zonën e Bjeshkëve të Nëmuna, apo në zona malore, siç po thoshte edhe bujari. Për këtë tash doktor duhet, cili duhet antivipera. Antivipera. Dhe është kafshimi